Dihet kush e ka ofru asociacionin 5 minuta në 12. Nuk e kam ofru unë. Kërkesë për koordinim asnjëherë nuk e konsideroj si subordinim. Kush e prishi gëdasëm? Qeveria e Republikës së Kosovës. Jam befasu edhe vetë kur i kam pa shumë emrime në këto borde. Ka qenë tentim për me poshtru shtetin e Kosovës. Në asnjë moment Amerika nuk po kërkon që ne ta mbajmë urën të mbyllur. Po kërkon që të ulemi bashk, të punojmë bashk dhe të vendosim datën bashk, duke u bazuar në vlerësimet e përbashkëta të sigurisë. Dhe unë këtë kërkesë për koordinim asnjëherë nuk e konsideroj si subordinim apo nënshtrim. Tem që krejt fushata për me hina Këshillit të Evropës ke komplet dështim e pa koordinume. Apo duket edhe ty që ashtu? Krejt nuk ka qenë e pa koordinume, hapat e fundit kanë qenë të pa koordinum. Pak po, apo shumica? Pjesa më e rëndësishme, pjesa e fundit, pikërisht aty kur u kompliku puna dhe kur ka pas tepër me rëndësi që ne çdo hap ta bëjmë bashk, aty ka mungu koordinimi dhe për fat të keq po i shohim pasoja. Kush e prishi gëdasëm, mase veç po folim si metafor? Që dasëm kush e prishi? Ju e dini kush e prishi dasmën. Du me shti pak me bo me gesht, se po du me precizua, e prishi Albin Kurti a Donika Gërvalla? Qeveria e Republikës së Kosovës. Mas shumë të e kam prish ata që kërkojshin që asociacioni mu bo parakusht për një organizuar drejtave të njeriut, e cila as nuk e ka standard asociacionin. Pra unë me çka nuk jam pajtu kur qeveria e ka ofru asociacionin për këtë punë. Ka qenë gabim. Gabim ka qenë me ofru asociacionin në atë fazë kur mo as ka mujt me të kry punë. Nuk ka mujt as mo me të kry punë. Pra është ofru asociacionit tash. Mos bohemi kishe unë e kom lype ata s'kan dasht. Jo, dihet kush e ka ofru asociacionin 5 minuta në 12. Nuk e kom ofru unë. Në anën tjetër, Qeveria e Kosovës a Donika Gërvalla? Jo, qeveria e Kosovës, nuk mendoj që Ministria e Punëve të Jashtme Donika ofroj, unë e jo. Në qofë se thot, ma ndej flasim. Po prapë mos thuj nëse ju smerën i veshën fal, duhet, për me thonë që ashtu duhet e dy palët me kontribu në një gjë të tillë. Unë po tregoj që ajo që ka është propozu, ka qenë që në qofë se marrëveshja... ata po rrjet me të thirr, ki qenë në plan. Unë kam qenë Kosovë kur ka ndodhur kjo punë. Kam qenë Kosovë dhe të gjithë e dinë, sepse unë i kam bo publike këto takimet e mia në Kosovë, 2 ditë më herë. Unë kam qenë në Kosovë. Jo, askush s'ka provu as me thirr, as me njoftu, as dhe pastaj janë mburr me atë qasje nëse don me ditë më shumë detaje. Që s'kan konsultu? Që se kanë konsultu presidentën e Republikës së Kosovës, sepse si individ nuk është që më merr malli për konsultime. Ajo mburr para, çka nëse ata i pyesë dhe ata thonë, ajo nuk o koordinu me neve? A është e mundën me thonë? Po s'mundën me thonë se është e vërtet. Si qytetar, pe këshyrim që t'lojë dhe për ado këtë manastiri shkoj, Këshilli të Evropës kërka. Pe këshyrim vetën Homs. E knej Mitrovic qërtime sa dush, që shtu përna duket pësjo është? Po, qërtime ka, po kjo nuk do të thëtë që veprimet për shtrirje të sovranitetit nuk janë legjitime dhe nuk janë përputhje me kushtetutën. E tëra që unë po kërkoj është që të plotësohet edhe një kriteri tret në mënyrë që sukseset jenë të afatgjata dhe të jenë sukseset përbashkëta, e ajo është që të punojmë bashkë me aleatët tonë. Unë nuk e di pse po konsiderohet kjo si diçka e dytë. Nuk është e dytë, është gjaja më e mirë që mundet me i ndodh një shteti është me pas aleat. Aleat demokratik në anën e saj. Nuk është gjë e keqe, nuk është njoll, është krenari me pas aleat. Nuk është e vërtet që unë kam bo ndonjë emrim në borde jeta. T'lutem, pas pari një gjë e tillë kish me qenë një pushtetuse. Mas parit që pushteti tanishëm ka qit njerëz në borde. Ti me fol, po pres kundër militantëve politikë që janë sot në borde. Apo dënë me ditë në shumicën e qytyne emrimeve, kur i kam lexu jam befasu edhe vetë. Mirë. Jam befasu edhe vetë kur i kam pa shumë emrime në këto borde. A ka akt akuz ndonjë prej ambasadorëve që unë i kam emru, akt akuz nuk ka. Martinin e kitë dyshum. Po, në momentin e parë që ka ndodhur kjo punë, që ka dalë në media, unë kam kërku urgjentisht nga Ministria e Punëve të Jashtme që ta thras në raportim dhe të kërkoj dëshmi me shkrim lidhur me pastërtinë ndaj akuzave që janë bërë. Ai beson që ti ambasadori Vjosët? Ai beson? Lidhur me cëllën çështje? Për krejt. Që s'ka gjesht në qëtë punë. Unë nuk dua të përgjigjem, unë dua që institucionet e drejtësisë ta japin fjalën e vetë, dhe më e mira në rastet të tilla
është që derisa të kryheshin procedurat të tilla që edhe ai të largohej nga ajo pozitë. Unë në disa raste kam kërkuar që në qoftë se kjo çështje nuk sqarohet, do të ishte më mirë që ai me u tërheq vet. Ka disa raste. Kujt ja Ka ke një kohë në takimet këto të përbashkëta që i kemi diskutuar, po kryesisht Ministrisë të Jashtme. Martinit vet ai ke kërku? Nuk kam pas komunikim me të. E tash kur shkon ti në Kroaci, ke komunikim me ta, ai vjen me ty, me siguri. Nuk ka qenë me mu në vizitën e fundit, jo. Pse? Sepse kështu kam vendos. Si jemi të tema Maqedonisë, çka ndodhi me juve? Çka ndodhi me mu, çka ndodhi me Maqedoninë, që filluan me i shkel konventat ndërkombëtare, është pyetja. Kanë shkel çdo parim të së drejtës ndërkombëtare zakonore, sipas së cilës shefi i shtetit, presidenti i një republike, nuk i kontrollohet çanta e as më pak telefoni. Po përkundër kësaj unë menjëherë kam vendos çantën në skener, sepse e pash që po dëshirojnë me shkaktu problem. Dhe ata insistonin që patjetër ta kenë telefonin tim, dhe me qenë se telefoni është mjet i punës, nëpërmjet të cilit unë komunikoj edhe me institucionet sigurisë, edhe çështjet klasifikuara, natyrisht unë se kam dorëzu, sepse do të ishte rrezikimi i sigurisë kombëtare të shtetit tim. Ka qenë tentim për me poshtru shtetin e Kosovës, sepse kjo s'ka pas të bëjnë me individin, por tentim me poshtru shtetin e Kosovës. Nëse është poshtrim i njerit matnaq të shtetit tonë, Republika e Kosovës, a ka tentu me të mbrojt ty? Ministria e Punëve të Jashtme ka dërgu notë proteste, dhe në ndërkohë, për atë sa jam informu, sepse nuk e kam pa vetë, Republika e Maqedonisë së Veriut kanë kthy pastaj pas disa ditësh një përgjigje që shprehin keqardhje dhe do të sigurohen që nuk ndodh një gjë e tillë. Albin Kurti atë ka thirrë me thonë atë ki nevojë najse? Jo, absolutisht në asnjë moment. A është dosht bre? As është kogja normale, kolegiale, le mo institucionale? Pyetje që besoj mund t'ja bëni kryeministrit kur do që e bindni me ardhë në këtu. Atë pyti bile kur të po thu që po shina me kryeministrin, atë pyti? Jo, sot dishim në 25 vjetorin e S'ka pyet mo për rastin e Maqedonisë? Jo, nuk kam marrë asnjëherë pyetje lidhur me rastin e Maqedonisë. Ose me ofru ndihmë? Jo, absolutisht. Çka shumë jeni prisha? Unë nuk jam prish me askënd, as kujt, as gjë si kam bërë.